Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët te kuzhina e Rahimes. Në këtë video recet ua kam sjell këtë ëmbëlsirë fantastike e cila është tepër e shijshme, rollat me lule shtrydhe. Recetën e plot ndiqeni në vazhdim dhe mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit që na ndiqni. Fillimisht do të përgatisim mbushjen e ëmbëlsirës. Na nevojiten 3 shllaga si këtu nga 36 gram. Shtojmë pakot dhe këtu do të shtojmë dhe sheqerin. Për një pako nevojiten 3 lugë sheqer, pra për 3 pako na nevojiten 9 lugë të diellës me sheqer. Pastaj, fillimisht do të shtoj 100 ml me qumësht, do t'i përzijem derisa kremi të na forcohet. Pasi që kremi të jetë forcuar mjaftueshëm, do të shtojmë një forcues për shllaga. Në qoftë se nuk e keni, nuk ka problem, mund që edhe mos t'ia shtoni. Dhe do të shtojmë edhe 100 ml qumësht tjetër. Pra gjithsej na nevojiten 200 ml me qumësht. Do t'i rahim me mikser për 2 deri në 3 minuta, derisa kremi të na bëhet një masë e fortë dhe të mos na bie nga ena. Pra si që do t'ua tregoj tani në video, kur ta kthejmë kremin kështu, pra të mos bie nga ena në të cilën e kemi përgatitur. Tani kremi është gati e lëm që të ftohet në frigorifer. Për brumin na nevojiten 4 vezë të cilat paraprakisht kanë qëndruar në temperaturë dhome, 1 sheqer vanilje dhe këtu do të shtojmë 8 lugë të diellës me sheqer. Këto do t'i përzijem mirë 3 deri në 4 minuta derisa vezët të formohen në shkum. Tani vezët janë formuar në shkum, do të shtojmë përbërësit e tjerë. Unë kam shtuar 2 lugë të qajit, pra 8 gram me pluhur për pjekje. Shtojmë dhe 6 lugë të diellës me miell dhe pastaj do ta përzijem përsëri me rastin elektrik në shpejtësinë minimale që të mos na bie brumi. Do ta përzijeni për 1 minutë që të përzihet mirë brumi me miellin, që të mos na ngel toptha. Brumin e kemi gati, pra duhet që të dalë në këtë formë. As shumë i hollë, as shumë i trashë. Tani në tepsi kam shtuar 1 letër për pjekje dhe do ta shtoj brumin. Në qoftë se nuk keni letër për pjekje, atëherë mund që në tepsi të vendosni pak miell dhe nuk do t'ju ngjitet masa të cilën jeni duke e përgatitur. E vendosim në furrë të nxehtë në 160 gradë Celsius 8 deri në 13 minuta gjithmonë duke e kontrolluar. Tani brumin e kemi gati, do ta tërheqim nga letra e pjekjes. Pasi e heqim nga letra e pjekjes, do ta mbledhim rollën në këtë formë dhe do ta lëmë që të ftohet për 3 deri në 4 minuta. Dhe kështu do t'i heqim vetëm 2 pjesët anësore, që kur ta mbledhim rollën të na dalë më e bukur. Pra vetëm 2 pjesët anësore. Unë kam përdorur 200 gram me lule shtrydhe, të cilat i kam larë, i kam pastruar mirë dhe i kam prerë në copat të imta për t'i shtuar tek shllagu. Dhe këtu e kemi shllagun të cilin e përgatitëm, do të tërheqim pak shllag për ta mbuluar ëmbëlsirën nga pjesa e sipërme dhe pjesën tjetër do ta përzijem me lule shtrydhet apo dredhzat. Do t'i përzijem mirë që të na bëhet e gjithë masa bashkë.
Pasi që i kemi përzier mirë, tani do të fillojmë që ta mbushim. Do ta mbushim në të gjitha pjesët e barabarta dhe pastaj me anë të një llopate si kjo këtu do ta rafshoni drejt. Pra do të mundoheni që të gjithë pjesët të jenë të barabarta. Dhe do ta mbledhim ngadale në formë rollade. Tani, duke e kthyer pjesën e tepërt, do ta heqim me një lugë që të mos na dalë poshtë në tepsi. Tani do ta dekorojmë në këtë formë. Pra ju mund që ta dekoroni sipas dëshirës së juaj. Në qoftë se nuk dëshironi që ta dekoroni me shllak, mund që vetëm t'i hudhni shqitjer pluhur. Pra dekorimi bëhet krejtësisht sipas dëshirës së juaj. Me anë të një piruni i bëjmë këto vizat kështu që të na dalë rollada më e bukur. Dhe miqtë e mi, ëmbëlsirën e kemi gati. Shpresoj që juve t'ju ketë pëlqyer kjo lloj recete dhe ta provoni. Për recetat më të reja, ndiqni kanalin tonë në YouTube.